gjithmonë më shumë ushtrohet presion mbi kohën. Është kjo në benefit të cilësisë? E cënon cilësinë absolutisht. Por unë mendoj që duhet ta shikojmë në 3 aspekte. Jemi ne që japim shërbimin, është klinika që kërkon një shërbim nga ne dhe është pacienti që po blen ose po merr një shërbim. Kërkesa për shpejtësi është e pacientit. Pasohet nga mjeku dhe pastaj ne jemi përballë asaj që duhet ta mbyllim kohë. Vazhdojmë shohim kësaj që ne duhet të jemi të shpejtë pa e cënuar cilësinë. Si mund të arrisim shpejtësinë? Duhet të implementojmë teknologji. Dakor. Teknologjia është një pjesë, po pjesa e kontrollit cilësisë për shembull është gjithmonë e kohës. Patjetër, nuk jam për këtë që duhet ta mbyllim gjithçka sa më shpejt të mund, duke na shkaluar gjërat. Jo, s'jam për këtë. Puna jonë është çik më e komplikuar se sa një diçka që është e gatshme. Ti do një iPhone, e don shpejt, okay, shko te dyqani edhe blen. Kurse puna jonë është totalisht e personalizuar dhe koha lun rol shumë të rëndësishëm në detajet. Por jetojmë në një kohë që po ndryshon shpejt. Edhe nëse je një inovator që nuk adaptohesh shpejt në ndryshimet, më vjen keq po do ta gjesh veten në fund sallës.